Jo, nuk isha pse mendoja, sepse nuk do ta gjeja. E di variantin tim, versionin tim, se kë do them tani, mund t'jetë dhe i drejtë. Atëherë, Nolian Lole ke fituar 850 euro dhe do e pisim mikun tuaj? Mund ta pyesim tani. Duhet ta di. Elton, e dini përgjigjen në këtë pyetje? Parafërsisht, jo... Unë ishte Robert Kennedy, ishte Martin Luther King Jr. Po, John Lennon dhe John Kennedy. Dhe John Kennedy, Bob Kennedy. Bob. Mirë? Unë jam... Po ju, Nolian? John. Ju për Johnin. Dhe po të vazhdonim lojën, cila do t'ishte përgjigja fundit? Po të vazhdonim lojën, John Kennedy. Po të vazhdonim lojën, nuk do të vazhdonim lojën, sepse John Kennedy është përgjigje pasakt. John Lennonin kishte vrarë Mark David Chapman. Vrasja kishte ndodhur me 8 dhjetor, 1980. Dhe i thatë, nderuar të shikuesi, faleminderit shumë për momentin, do të vazhdojmë. Do të vazhdojmë me pyetjet më atraktive nga quizi Kur do të bëhet milioner. Ju presim edhe ju aplikoni, na shkruani edhe tutje, do të lexojmë edhe letrat e shkruara këtu para ekranit. Ju faleminderit, ju pafshim.